Arti dhe format artistike në Kuran. Arti i muzikës. Pjesët përbërëse të muzikës si tingull, melodia, ritmi, lirikat janë shprehje kuranore. Shkronjat, përbërëset e një fjale, kanë një rëndësi të veçantë në librin e Allahut. Kështu, nëse një kuptim prej kuptimeve të Kuranit do të përpiqej të zëvendësohej me një kuptim tjetër të ngjashëm me të, apo të fshihej, melodia dhe rima e Kuranit do të prisheshin. Melodia e organizuar e vargjeve të Kuranit bëhet shkak që ky libër të zërvend në çdo zemër njerëzore. E thënë ndryshe, ritmi dhe timbri i fjalëve të Kuranit që pasojnë njëra tjetrën, si dhe vendosja e zanoreve dhe e bashkëtingëlloreve në një sistem të përsëritur dhe të njëpasnjëshëm, të ngashëm me ritmin e një poezie, tregojnë melodinë vetë specifike të këtij libri, e cila është e shoqëruar edhe me kuptimin e fjalëve. Ajo është dhe një ndër metodat e tjera artistike që mund të vijë në re më së miri në tekstin e Kuranit fisnik. Arti më i lartë në bashkimin e zërave është këndimi i Kuranit, veprim i cili është parapërqyer gjithmonë nga drejtuesit e fesë dhe që është theksuar edhe në vetë Kuranin fisnik. Në histori, ekzistojnë tregime të shumta e të ndryshme, të cilat flasin pikërisht për këtë gjë. Ajetet e Kuranit, gjatë gjithë kohës që ato këndohen, ngulen kaq shumë me mendjet dhe zemrat e njerëzve, saqë i bëjnë ata të përhumben duke i dëgjuar. Velid ibn Mughireh Mazumi është një person i cili në mesin e arabëve njeh si gojëmbël dhe orator i Zotit. Ata e thërrisnin ndryshe edhe zambaku i Kurejshve. Pas shpalljes së ajeteve të para të surës Gafir, profeti i nderuar, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, hyri në xhami dhe këndoi këto ajete, ndërsa Velidi gjendej për krah tij. Profeti e vuri re Validin se sa përshtypje i bën atij ajetet, e kështu i këndoi edhe një herë ato. Velid ibn Mughireh doli nga xhamia dhe shkoi në kuvendin e fisit të tij Mahzum, ku filloi të fliste. Betohem për Zotin, se dëgjova disa fjalë prej Muhamedit. Ju betohem që fjalët e tij nuk ishin as pak si fjalët e njerëzve. Fjala e tij kishte një ëmbëlsi të veçantë dhe ishte shumë e bukur. Fjalët e tij ishin si një pemë lart plot fryte dhe me rrënjë të trasha e të moçme.